إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Të gjitha falënderimet takojnë Allahut Azza wa Jall. Atë falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton askush të adhurohet pos Allahut Azza wa Jall. Ai është një dhe nuk ka shok. Dhe dëshmoj se Muhamedi është robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Salavat dhe selame dërgojmë mbi të dërguarin ton, mbi familjen e tij dhe mbi gjithë shokët e tij. Vëllezër të nderuar, ju këshillojmë juve dhe veten ton me frikë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Frikë e cila na ofron edhe më tepër tek Allahu subhanahu wa taala, na shtyn në punë të mira dhe na largon nga punë të këqija. Allah subhanahu wa ta'ala në librin e tij pjesnik thot: Ja ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. O ju njerëz, ne ju kemi kriju juve nga një mashkull dhe një femër. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Dhe ju ndom në popuj e fise që të njiheni në mes vete. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Më i miri prej jush tek Allahu është më i devotshëm. Nga pjesa e parë e ajetit kuptojmë se të gjithë njerëzit në parim janë të barabartë. Nuk ka dallim mes njerëzve. O ju njerëz, të gjithë ju jeni të krijuar nga një mashkull dhe një femër. Pra gjithë jeni vëllezër e motra. Të gjithë jeni të barabartë para Allahut subhanahu wa taala. Edhe pse ju ndom në popull e fise, jo për të vlerësuar dikon më të shumë se dikon tjetër, ose që dikush qetë mbi dikon tjetër. Jo. Kjo ndodhi nga Allahu Azza wa Jall që të njihen njerëzit mes vete. Pra dallimi mes njerëzve në ngjyra, në gjuhë, në popull, në fise, është vetëm që njerëzit të njihen mes vete, përndryshe prapë janë të barabartë para Allahut subhanahu wa taala. E ajo që bën dallimin mes njerëzve tek Allahu Azza wa Jall është devotshmëria. Është besimi i vërtetë dhe i shëndosh dhe punë të mira. Andaj kjo është kriteri me cilin njerëzit vlerësohen tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe këto është gara ku njerëzit duhet të garojnë në punë të mira dhe vepra të mira. E asesi të përpjekën të tregohet dikush mbi dikon tjetër më i mirë, më fisnik, më i lirë, e krahasime të tjera mbi të tjerë. Padyshim se njerëzit nuk dallojnë vetëm për nga aspekti i kombeve, ngjyrave, gjuhëve, mirë po ka dallime të ndryshme mesin e njerëzve. Të pasur, të varfër, të dishëm, pa dishëm, të shëndosh, të smur. Dallime të mëdha mes njerëzve. Mirë po, disa gjana varen nga njeriu, disa nuk varen. Ato që kanë varen prej teje garon punë të mira, garon në nxënien e dijes së shëndosh. Garon në praktikimin e të vërtetës në fenë Allahut Azza wa Jall, se aty është ngritja jote. Aty është krenaria jote. Ishe njerëzit që duke u thirrë në slogane të ndryshme, në emra të ndryshëm, dojnë të tregojnë supremacinë e tyre mbi tjerët. Gabohen rënd, se të drejtësia Allahut kështu nuk matën gjanët.
Kemi shembullin konkret me familjen më të mirë, me fisin më të mirë, në kohën e pejgamberit alayhis salam, e cili drejtohet fisit vet, të afërmit vet, në fund edhe njerit më të dashur që kishte, vajzës e vet Fatimës radiallahu anha. Thot ja Fatime bint Muhammed, o Fatime e bia Muhammedit, is'eli min mali ma shi't, kërngon nga mallim, nga pasunia ime, çka do që dëshiron, lyp çka dush, la ugni min Allahi anke shay'a, por s'kam mundësi të ndihmoj tek Allahu azza. Kur i dërguari sallallahu alaihi wasallam, njeriu me pozitën më të lartë, me pozitën më të mirë, nuk ka mundësi njerëzve më të dashur të ju ndihmojnë në aspektin parimor, është çështja e shefatit, është një çështje tjetër. Ajo është e kushzume, është e kushzume me besim. Për ndryshe, ajo që ti do të vlerësosh tek Allahu azza wa jalla është vepra jote. Është besimi jot. Ande ku jemi na? I biri kujt je ti? Kush je ti që të dallohesh para Allahut o tek Allahu azza wa jalla para tjerëve? Çfarë fisi, çfarë populli je ti? Shpeshherë na shqiptarët shohim me ngjesa dhe mendojmë që krejt bota mendon vetëm për neve. Duke mos e ditë kush jem, duke harruar nevojën e madhe që kem gjithë secili për Allahun azza wa jalla, si njerëz, si familje, si popull, si gjithçka. Andaj mos të harrojmë këtë parim. Sot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të gjatë, masi që nxit në vepra të mira, në punë të mira, se si me ndihmu njëri tjetrin, se si me shliru njëri tjetrin, se si me ambulut metat njëri tjetrit, se si me nxon dije të shëndoshe, dije e shëndoshe është kur përkthehet në vepra dhe në punë. Dhe në fund gjithë kësaj, çka thot? Men batta bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Ai person të cilin e lën mbrapa vepra e tij, nuk mund ta ngrit lart dhe ta shtyn përpara prejardhja e tij. Pra, sun del para tyne që kanë shku larg me punë të mira, me vepra të mira, pse i kini prejardhje të veçantë. Një familje fisnike, një familje që ka një emën shoqënirëse, ose një fis, ose një popull, ose kush do të jetë. Po ki kujdes, nëse të lënë mrapa vepra jote, nuk ka asgjë tjetër që të çon përpara. As familja, as fisi, as malli, as pushteti, as kurrë. Sikur dhe njeriu ta kishte mallin e Karunit, sikur se dhe njeriu ta kishte pushtetin e faraonit, nuk të bojnë këto asgjë dobi para tek Allah subhanahu wa taala. Shembullin praktik ose shembull që shpesh e përmendin ose krahasojnë dietarët, marrin shembull Salman al-Farisiun radhiyallahu anhu dhe Abu Lahebin, miqin e Pejgamberit sa. Arabët kanë pas krenarinë e prejardhës tyne, fisë dhe familjes tyne, fisi Kurejsh, familja me veçantë, fisi më i dallum. Mirë, po kush pozita e Abu Lahebit? Tregon Allahu në Kur'an pozitën e tij. Se Allah e ka poshtruar Oxha i pejgamberit, po e mohoj, nuk besoj. Kurse pozitën e Salman al-Farisiut, i cilin Allah zotëll udhëzoi dhe drejtoi. E shembull nga historia ka shumë. Si në aspektin e individëve, si në aspektin edhe popujve, ose e grupeve caktuar të njerëzve. Sa njerëzit gjatë historisë kanë menuar që janë popull i zgjedhur. Siç përmend Allah zotëll në Kur'an Yahudit. Ose faraoni me njerëzit e tij. Ose për nga feja hebrejt dhe të krishterët. Sot Allah subhanahu wa ta'ala për hebrejt dhe krishterët dhe pretendimin e tyne, len yadkhul al-janna illa man kana hudan aw nasara. Sot Allah subhanahu wa ta'ala, pra se
tregon fjalët e tyre të krishterëve dhe të hebrejve, nuk do të hyjnë të në xhenet veç ata që janë hebrej dhe të krishterë. Mirë po si ja këtën Allah Azza wa Jall. Tilka amanijuhum. Këto janë vetëm dëshirat e tyre. Këto janë vetëm dëshirat e tyre. Për arsye se peshore sistem është besimi i vërtet në Allahun, në pejgamber dhe parimet që ka sjell feja Allah të Azza Islamin dhe punë të mira, shtimi i punëve të mira. Ky rregull dhe ky parim është përmendur shpesh në Kur'an, prej tyre është edhe ajeti kuranor ku thot Allah Azza wa Jall wa li kullin darajatin mimma amilu. Dhe secili do të ka shkallën e vet në bazë të veprave që ka vepruar. Atëherë, o vllazni, ta arrijmë besimin ton, imanin ton, ta shtojmë, ta kultivojmë atë. E të shtojmë nga punët e mira dhe garat e mira, nëse dojmë të jemi të partë. Vallahi, këtë dunja shumë gjona nuk jemi të partë. Edhe nështë as kime mujtë me arrit me kanë i pari. Qoftë mallë, qoftë pasuni, qoftë i mire, i bukur, ka të mire, ma të mire, ka të shëndetshme, ma të shëndetshme, nështë shumë gjona kanë me të pengu. Mirë pa aty ku shumë njerëz nështë edhe hezitojnë, ose nuk i konkurencë dhe nuk garojnë, është punë të mira. Aty mu së ndalë. Tjetë synimi yti kryesor ahireti. E të mos ja përparësish dunjos para ahiretit. Mos harojmë se ai i cili e ka synim dunjon, e ka humbë ahiretin. E ka humbë ahiretin. Ndërsa ai që e ka synim ahiretin, e ka fitu më të madhen, më të shtrejten, po ndodhë që me fitu edhe dunjon. Edhe me radhë për dunjoja aje që ka caktu Allah Azza wa Jall. Mirë po e kundër ta nuk ndodhë. Ai që synon vetëm dunjon, ahiretin nuk mundet, e ka humbë. Dhe në fund, e falenderojmë Allah Azza wa Jall fillim e mbarim, dhe salavatet dërgojmë për të dërgojnë tonë, Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vëllezër të nderuam, gjithëherë falenderojmë Allahun Azza wa Jall, salavatet dhe selame dërgojmë për të dërguarin tonë. Por thamë që rregullt e Allah Azza wa Jall është devotshmëria. Janë punë të mira me të cilat vlerësohen njerëzit para Allahut subhanahu wa taala. Allahu Azza wa Jall duke folë për ditën e gjykimit, thotë edhe këtë: "Fa idha nufikha fi s-suri fala ansaba bainahum yawma idhi wala yatasaalun." Thotë a ditë kur do t'i fryhet surit dhe buris, a ditë nuk ka lidhje fare pjesnore. Dhe as nuk do të pyeten, nuk e pyesin njërin tjetrin për to. Kërkush nuk ka me vetë i kujt je. Kush është babgjyshi jët, e kush është fisi jët, e cili është populli. As nuk do të pyeten për të njerëzit, ose as njëri tjetrin. Po do të pyeten njerëzit për imanin, për besimin dhe për punët e mira. Atëherë, mos të mburremi me gjëra të kota, po të mburremi me punë të mira dhe vepra të mira dhe aty të punojmë dhe të garojmë. Mos mashtrohemi prap, siç tash tregojmë atë supremacin ndaj njëri tjetrit, me çfarë do kriteri tjetër. Mos bim gabimet e popujve më herët. Mos na mashtron shejtani dhe me thonë se ju jeni populli më i mirë, jeni umeti më i mirë, umeti Muhamedit alayhis salam. Ju jeni njerëz të tauhidit, e njësoni Allahun, e dëshmoni shahadetin. Hajde edhe na gjëna aty është imani dhe besimi, pastaj tauhidi që ja fshin gjunat, kjo është kurse e shejtanit. Kjo është kurse e shejtanit me na shty drejt gabimeve, sikur që kanë shty popujt më herë. Andaj punë që të ngritemi ose të arrijmë shkollat e larta. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammedin wa ala Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.